I dërgove letër Berishës dhe more përgjigje? Ja, s'more. E ke takuar më vonë? Unë e kam takuar Berishën njërë në Hotel Rogni tek një festë ambasadës kineze. Aty, më dha dorë, i dhash dorë, absolutisht nuk i mbajta asimëri. Edhe pse isha shumë koshient për unë zgjodha rrugën time, ai zgjodhi të vetën, ai kishte platformën e vet normale, s'mund të bësha unë të Po të thrasi për të qenë avokati ti, shkon Berishës? Patjetër. Në mënyrë absolute, po. Absolutisht po. Mund të thonë njëri, po tash me këto që tregon si tash. Ai të rrezikoi burgun o Max. Po mirë, do me thënë ai. Po. Koha kur ai ishte gjithçka. Shiko. Kishte shumë pushtet. Unë e kam treguar kur ka qenë një problem që s'dua ta them këtu. Kam treguar anën ligjore tek ai. Dhe biles këta të kraut majtë më thanë, si ka mundësi ti bëre këtë, lëshove këtë dokumente këto, i thash, kjo është ligjorja. Unë për këtë jam prish me Berishën. S'mund të them tash të mbaj. Atëherë unë do të transmetoj te Berisha që unë jam prishur për interesat e mia. E kuptoj. Pra ti qëndron fjalës që në atë kohë ti si prokuror i përgjithshëm ike si prokuror i përgjithshëm. Mua sot edhe mund të më shajnë, ka dhe kategori që thonë, s'la kriminal pa mbrojtur. Kjo është kënaqësia ime, sepse tregon që unë punën e kam bërë mirë. Por si ka mundësi vërtet që ti mbron vetëm ca njerëz kështu të çuditshëm në konflikt me drejtsinë? Po kjo është danati. Po vim prapë tek e para. Kjo është detyra ime. Nuk e frik njerëz? Jo, asnjëherë. Nuk e frik të flasësh me sa njerëz? Jo, absolutisht, sepse i ndaj gjëra që në fillim. E para, nuk marr lek të bëj korrierin nga i panderi, nga klienti të gjykata apo të prokuroria. Sepse ai që e jep gjithmonë e përfol. E para. E dyta, unë nuk vete si biznesmen. Jam hyrë në atë marrëdhënie ligjore si profesionist. Me thënë të drejtën se edhe nuk dua t'i bëj reklam sa që do them, po kur nuk kam vënë kushte në financiare. Biles mund të them që në shumë raste nuk kam rast. Kjo... Ke mbrojtur njerëz që kanë shumë lek? Po, edhe s'ka marrë lek. Prej tyre? Biles, po të përmendema do thosh si ka mundësi. Sepse janë ca lidhje shoqërore, janë ca lidhje që vazhdon misia, se lidhesh edhe në misi, kurse të tjerë paguar sipas. Biles ka pasur edhe raste që kur vinin për tarifë, edhe thoshim tarifën e studios, si ka mundësi, thoshe, po kjo është tarifa. Jo vetëm ti, po kjo është tarifë e studios. Ndërkohë që ka shumë avokata abuziv, që ju marrin lek dhe ju premtojnë gjëra që habitem që halexhiu i beson dhe jep gjithë ato lek. Po ke hall beson? Po si mund t'japësh gjithë ato lek, më? Ato sasi parash është gjithë kursimi i jetës. 70.000, 80.000. Po si ta kuptojnë njerëzit? Se sa njerëz ka tani që e dëgjojnë të dhe thonë, nga ta kuptojnë që ai avokati... E kupton shumë kollaj. S'po më mashtron, po më thot... E kupton shumë kollaj. Si e kupton? Në Shqipëri, si që thash fillim, ka shumë avokat. Kontaktoj një, kontaktoj tjetër. Në fillim kontakto problemin. A bëhet apo s'bëhet? Sepse në qoftë se të thot një avokat që s'bëhet, atje qëndro. Se ai që thot s'bëhet, ai të kursen kohën, të kursen nervat, të kursen rritet dëmi që të vjen, sepse rritet përqindjet në qoftë se është një kontratë për mbushja e kontratës, edhe të tjera. Po të kursen dhe burgun se mund të biesh pre...